do t'jeni shumë të hendikepum, të shkoni me minus këta 3 kryetarë, ta themi se së mbështesin ata Avdigjikun më nësë është bartës i listës, apo LDK-ja... Situatë hipotetike që po fletë. Jo, së është hipotetike, situatë reale. Paragjykimin avans. Së është asnjë paragjykim to. Po thamë shka? Nëse e po arna se di mas që kemë shku në zjedhje, nuk e di mas që kam i për listës Lumir Avdigjiku. Po ti vetë the para 5 minuta që mund të shkojmë zjedhje nëse s'bëhet gazi. Po thash mund. Po dhe ato po thamë nëse. Mund edhe nëse është i njëjti send. Mund. Edhe nuk e di ma i për Lumir Avdigjiku gorës, asu në asë ti. Po që shkojmë edhe një vetë të shkojmë zjedhje. Po mundodhin zhvillime të reja? Jo, për zhvillime të reja, po nuk e di. Kjo është e para. Kjo është... Kretë për ju keni mendu që kam i për i kësaj liste, i ka për i vjozë asë mund. Përgjigje së burë. A është handicap? A është handicap nëse nuk ka një unifikim të DK-s? Ose një rrugë të mesme deri në Kuvend Zgjedhor. Pra nëse gjatë kësaj periudhe, për një viti ku janë zgjedhjet e brendshme, nëse shkojmë zgjedhje. Asnjë proces zgjedhor në cilën LDK-ja garant pa i unifikuar ato vetë. Edhe kur ka ballafaqime, edhe kur ka mos pajtime, edhe kur ka pra sipas është gjithçka okay është. Jo, s'është gjithçka okay. Se po mduket se çdo po interpretosh. Jo, as po interpretoj se çka ndodh kur gjao. Ti po do të interpretosh të tillë. Jo po, unë po them. LDK-ja në asnjë proces zgjedhor. Po të pyeta, është handicap. Nëse shkonin që situatë zgjedhje mas 3 muaje. Kur gjë s'ndikon. Jo, s'jam të thonë kur gjë s'ndikon. Jam të thonë që LDK-ja në asnjë proces zgjedhor nuk hyn pa unifikuar ato veta. E thash edhe në fillim. Çish unifikoni? Është diçka që ka filluar në janar, na kemi kryer një proces zgjedhor. Jemi dalë me një rezultat. Ata njerëz nuk kanë marrë pjesë në asnjë prej organizimeve të takimeve. Nderuar zoti Shallahu. Në jetën gjope të thamë, nuk hyn në asnjë proces zgjedhor pa unifikuar ato veta.